është dërshën 2 lekë. 1 lekë nga Çajiri, një është nga ata, po është leja që me intervjim, ato është dorë pak me intervjim disa ndërkombëtar për lejen me morë, se ai ka hezitu në fillim, po leja lëshue, bidja kom telefon, mu i mjë treguan telefon leje, që kom lejen e kom për protest, leja është më mbojt protest, apo kjo protest pasore, deklarata me Skovski, këto është një deklaratu më të thëmë, për arsye politike ma shumë, për vetje ko e dyta, mendon që të frikson njerëzit nga Kosova gjëja që mos shkojnë në sene, po jo, aja protest popullore, protest qytetare, ka karakter kombëtar, gjithmonë, si thasha drejtësi për shërimtarët, dhe asgjë tjetër, protesta pasore, ne nuk shkojnë të provokojmë situatat as një vend, as në Londë, as në Francë, po as në Shqipëri, as në Maqedoni, që na ka rënë 4 shtete që të shkojmë protestojmë, po ne protestojmë, për arsye se ato jetojnë shqiptarët në Maqedoni, edhe shtetëformues shqiptarët, kështu që ata shok tonë, kolegë tonë na kanë ditë nevojshme që të jetë edhe një protestë në Maqedoninë e Veriut, në Shkup, pikërisht në Shkupin e Prishtinës, që ne do të protestojmë në mënyrë më të mirë të mundshme të setë. Do të thotë nuk do të ketë asnjë ekses nga ana jonë. Jo, nuk e besoj për arsye se edhe ata janë vetëdijshëm që paqja duhet mbi zotëri gjithkohë. Ata tash janë si Maqedonët, si shqiptarët janë shtetëformues. Në Maqedoni dhe Maqedonia varet shumë për shqiptarëve, dihet që 2 partë kanë formuar shtetin në Maqedoninë e Veriut, e unë besoj si do të ketë as nga ana tyne, po gjithmonë siguria do të jetë në nivel, ata kanë më përsipër ta bëjnë sigurinë, edhe unë shpresoj se edhe kufini do të jetë i hapur, ashtu më kanë premtuar, kam pas disa takime, kam pas disa telefonata për tyne, kjo është e vërtet që do të jetë çdo sa në rregull. Kërkesa ime ka qenë vetëm që listat serbe mos të jenë në kufit e Maqedonisë. Kam premtuar, nuk është për me ju besu se ne dim politika slave çfarë janë, po si do kudo ata na kanë do të ketë probleme fare.